Për diskutuar më shumë për atë se çfarë ka publikuar sot trajneri Silvinho, por në tërësi edhe për ndeshjen me Serbin dhe miqësorën me Jordaninë, por gjithashtu edhe derbin e kryeqytetit Partizani Tirana, do të diskutojmë me gazetarin Eno Skarço. Eno, përshëndetje. Përshëndetje Lulon, është e parë që unë jam pjesë e klubit sportiv të Toroj. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë si të duk lista e trajnerit Silvinho, Mehmeti sërish jashtë? Lista e trajnerit Silvinho është ajo listë që ka qenë në çdo grumbullim të kombëtares dhe nuk është ndodhi në një gjë e re, po ajo që duhet ndodhe nuk ndodhi. Pra Anis Mehmeti, një lojtar që po kalon një moment shumë të mirë me Bristol City në Championship, ka shënuar gola, ka dhënë asist dhe ndryshe nga ca lojtarë që luan me rregullsi, nuk është grumbulluar ndeshjen me Serbinë. Justifikimi pastaj për mua është absurd. Unë do preferoja që trajneri Silvinho të dalë dhe të thotë që shiko, punën që mua më bën Bajrami, nuk më bën asnjë lojtar tjetër dhe unë jam dakord me trajnerin sepse vetë nuk jam erdhur në qytet i bën punë lojtar specifik, jam shumë dakord që ai ta grumbullojë, aktivizojë. Por nëse thua unë kam trafik, cilin trafik ke më zotëri? Sepse aty luan Bajrami. Hoxha po thuaj se nuk luan kurrë, nuk e mban mend se kur luan te krahun e majt, sepse edhe kur futet si sulmues i dytë ose që në sulmues, kështu që aty trafik ka vetëm Bajrami, dhe ai Bajrami, unë nuk kam asgjë me Bajramin ashtu sikurse Silvinho nuk ka asgjë me Mehmetin, po ky Bajrami nuk luan fare me Rangers, nuk është konsideruar fare për në Europë, ka 10 minuta për 4 prezenca në kampionatin skocez, ndryshe nga ky djalosh që luan me shënon Championship. Dhe po ta marrim për nga rëndësia e kampionatit skocez, nuk është absolutisht më e rëndësishme se sa Championshipi anglez. Kështu që të dali dhe të thotë atë që duhet të thotë me sinqeritet dhe jo me justifikime të tilla sepse nuk qëndrojnë. Për më tepër, statistikat e Mehmetit janë fantastike. Te ndeshje 4 gola të çnuar, 3 asiste në Championship, performanca mjaft mira. Ndërkohë Bajrami nuk luan te klubi i tij ose si zvendësues, por gjithashtu edhe Hoxha, i cili në këtë moment është kthyer protagonist me Dinamon. Pse Silvinho nuk është i sinqert? Po nuk është i sinqert, sepse justifikimi nuk është i sinqert. Nuk ka trafik krahu i majt. Se po të kishte trafik, do luan njëri herë tjetri. Muçi thotë nuk e mora se Muçi është po i krahut majt dhe ka trafik krahu majt. Cili trafik? Po nuk ka trafik fare. Është vetëm një lojtar që luan. Hoxha shumë rrallë ka depërtuar në zgjedhjet e Silvinhos dhe ka mundur të jetë nëse jo nga minuta e parë, gjatë ndeshjes si aktivizuar. Ndërsa për tjerët nuk bëhet fjalë. Sidomos kur ti ke në ndërgjegjën tënde që këtë djalin që luan me klubin e vet në krahun e majt, ti e ke futur në krahun e djathtë dhe nuk e ke dhënë mundësinë aty ku ai shprehet më mirë, ti ke një borxh këtij lojtari. Dhe duke ja patur një borxh, i bie që t'ia lash këtë borxhin dhe ta thrasësh edhe një herë, sepse nëse nuk të paska bërë aq mirë sa ti mendoje kur aktivizove në krahun e djathtë, atëherë do të thotë që në krahun e majt ndoshta ti mund të bëj shumë mirë. Dhe duke qenë se ky lojtar i krahut majt dhe trafiku i krahut majt nuk është se ka një prodhimtari dhe po habit tifozët apo dhe vetë Silvinho, atëherë një shans mund ta kishte. Po të marrim rastin që është një ndeshje shumë e rëndësishme dhe është vërtet shumë e rëndësishme. Ne nuk e mundëm dot Serbinë në Shqipëri me këto zgjedhjet e vazhdueshme. Dhe këto zgjedhjet e vazhdueshme nuk po entuziazmojnë askënd në këtë fushat eliminatore, pavarësisht se ne jemi lojë për vendin e dytë. Po, për të habitur, askush nuk është habitur, apo askush nuk është impresionuar. Unë shpresoj shumë që Silvinho të shkojë në vendin e dytë, dhe nëse shkon aty në play-off e meriton, pse jo, të quhet i përmbushur objektivi, sepse aty do të jetë pas. Po Silvinho duhet ta lërë. Dhe nëse me këto zgjedhje ti s'ke bërë ato që njerëzit presin, ato që tifozët presin, ato që kombëtarja e Shqipërisë pret, atëherë pse jo të marrësh dhe të bësh disa ndryshime esenciale në ndeshjen me Serbinë? Ndoshta mund ta fitojmë ashtu ato që s'po bëjmë dot me këto zgjedhje të zakonshme.